Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Të ndershëm vëllezër musliman, sparje falenderoj Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu që na bëri të mundshme që të tubohemi në këto vende, në këtë ditë të bekuar të Allahut që është festë javore e muslimanëve. Dhe në të njëjtën kohë, në këto momente është edhe dita e 4 e Kurban Bayramit, dita kur në iqindin e kësaj dite përfundojnë tekbiret, të cilat i marrim ne pas çdo namazi fars. E po ashtu një ditë përpara ka përfunduar edhe koha e Kurbanit me përjashtim të dikujt që ka qenë izan. Inshallah Allahu xhalla shanu edhe sot nëse ka dhënë, inshallah Allahu xhalla shanu kabul jap. Të ndershëm vëllezër musliman. E patëm apo jemi ende deri në iqindin në ditët e Kurban Bayramit. Edhe shumica, mos them gjithë muslimanët, po shumica kanë thërë Kurban. Allahu xhalla shanu inshallah vëpranon edhe se vabë bashku. Në lidhje me këtë, muslimani nuk duhet të mendoje gabimisht ose thotë valla i thera do Kurbana, po a janë zanë, as janë zanë, unë e bana ti me pa qka të dale në zanë. Se mund të kush edhe këshu këtë. Asë si mos mendoje këshu. Po tjetë t'i bindu, bile t'i vije keqë. Në qofë se nuk ka dherë një Kurban të dasi nuk thera dy. Për shkak se
se vapin inshallah nëse ka pas niyetin e pastër, se vapin e ka të garantuar prej Allahut xhaleshanu. Dhe ditën e gjykimit, kjo do t'i dale atij në favor, në dobi, si rezultat pozitiv. Edhe aja kërë do të thotë, kur do t'a shohë se vapin, si kur të kisha ba, edhe ma tepër deri sa kam qenë në dunja. Për të vërtetu këtë, do t'a përmendim një shembull nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Erdhi pejgamberi alayhis salam te disa njerëz, edhe i pyeti për një person. Tha, ku është? Tha, ja Resul Allah, vdiq. Tha, po mirë, a e dëgjut para vdekjes, çfarë tha ai person? Ati tha, ja Resul Allah, i dëgjum një 3 fjalë, i tha, ama ti dhe në Zotin nuk e buron vesh, çka janë ato fjalë? Ato e kanë kuptu fjalën si fjalë, ama çfarë do me thonë një ka patë, tha, ja Resul Allah, nuk e moron vesh. Tha, po çfarë fjalë është ta? Tha, i tha 3 fjalë. Tha, si kur të kishin qenë edhe ma tepër. Shkak. Tjetra, si kur të kishte qenë e reja. Gjoja e re. Dhe treta, tha, si kur të kishte qenë e plot. Jo gjithsa. Pejgamberi alayhis salam u tha, a e dini çfarë kuptimi kam pat ato fjalë? Tha, ja Resulullah, jo. Nuk. Që këto i të gjuhë, ama çfarë kuptimi kam pat, nuk e du. Ta shiqoni tash të t'u tregoj çfarë kuptimi kam pat. Ai njeri tha, një herë prej herave, e ka taku një plak dëverbër në rrugë, edhe e ka marrë, e ka qu deri te xhamia, se nuk e ka ditë mirë rrugën. Edhe kur ka vdek, Allah para vdekjes do me thonë, Allahu xhaleshanuhu ja ka qit ati në momentet të dhënë shpirt, ja ka qit atë plakun që e ka kap për dore, atë plakun e verbër ka qojë në xhami, ja ka tregu çfarë sevapi ka bo me atë plakun që e ka marrë për dore. Edhe ai ka thonë, si kur të kishin qenë edhe ma shumë hapa, do me thonë shumë afër, pak e kombaj për dore, si kur të qenë 1 kilometre, Allahu e di çfarë sevapi mund do të mishë. Për qoni pra, si kur të qenë edhe ma gjatë, ta kisha mbaj unë atë për dore. Se shumë shkur që du, për kaq shkur çfarë sevapi, po të kështë qenë ma tepër ma gjatë, Allahu e di çfarë sevapi do të misha. Momentet e vdekjes ka thonë, si kur të kështë qenë ma tepër, do me thonë, ma tepër hapa, ma tepër metro unë atë ta kësha qutë deri të xhami. Po fjallja tjetër, si kur të kështë qenë e reja, tha po, një ditë ki, ka vesh një palto, një gjemadan, ku e diçka, normalisht e ka pasat që ka mbaj për ditë në shtëpi të vjetra. Edhe ka dalë në rrugë. Kur ka dalë në rrugë, një njeri ka qenë, a i smur ka qenë, a kam bërdhit shumë ftohet ka pas. Edhe i thot, valla, ama jebe qatë palton tonë dhe se ngrina prej ftohtit, apo shumë kam ethe. Edhe ki e qetë, edhe ja jep ati palton, kthehet në shtëpi e mera trejën për veti e veshë. Në momentet e vdekjes, Allahu xhaleshanu thot, ja ka qit atë njeriun që ka pas ethet ftohet, edhe ja ka tregu se vapin e madh që ka fitu, kur e ka nxjerr atë palton e vete edhe ja ka thonë ati. Edhe ki çka ka thonë? Gjithë ki se vap, për atë palton e vjetër ka qenë. Po të kështë qenë ajo e reja, çfarë se vapi do të kishte? Si kur të kështë qenë, thot e re. Po e treta, si kur të kështë qenë plot, jo gjisa, kito një ditë prej ditësh, ka dalë prej shtëpie. Edhe ka marrë një pjesë buk. Edhe rrugës një fukaraj, thot, valla, a më jepë pak buk se barku do të shkoj s'kam hangër ka me dy. Edhe ki nuk e ka marrë kretat bukën, po gjisën e ka thi, ja ka dhanë ati. Gjisën e ka mbaj për vetë. Në momentet e vdekjes, Allahu xhaleshanu ja ka nxjerr ati atë sadakan që ja ka dhanë ati fukaras, ati njerit uritur. Edhe kur e ka pas se vapin e madh, që e ka vitu që ja ka dhanë barkun të mbushë me pak bukë, ka dhanë, si kur që a kisha dhanë krejt bukën unë ati. Me dhanë, atë se vap ka pas për gjisën,
thot sikur t'ja kisha dhënë krejt bukën. Çfarë sevapi atëherë do të kisha? Pra që këto kanë qenë të kuptimi i fjalëve të atij personit në momentet e vdekjes. E inshallah ato qurbana të cilat i keni thënë ju vëllezër të nderuar. Edhe atë sadaka që besoj pjesa më e madhe juaj va keni dërgu të vargurve, nevojtarëve atje në vendlinje, inshallah Allahu në momentet e vdekjes çdo njëri nga ne janë nxjerr atë sevapin asa. Edhe të themi edhe ne, sikur që në qenë ditë e 3 e tepër, sikur që qenë edhe ma tepër, inshallah Allahu luqet tona, duat tona e pranon. Nga të qertë në largon në ditën e gjykimit, inshallah Allah me pejgamberin a.s. në hijet e xhennetit në takon. Ela inna sena kelame u blegan nidham, kelam Allah i melik il qadir il aziz il alam, kema kala Allahu të barek wa ta'ala fil kelam, wa idha kurel Kur'an, fastamiu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا بزمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا يا مجيب السائلين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقم الصلاة.